Për para thash unë nga e diti që kam thënë, po jo po, nga e diti që e thash unë thash unë, që po vjen me kaq siguri të madhe. Thash unë kam respekt, je djalë i mirë thash unë për Matu. Matu me gjërat që bën. Ti heqëm? Nuk janë të... Sepse ç'a ndodhi? Marko, u bë hije, e miri. U bë hije më dha. U bë hije, dorën qafë gjatë gjithë kohës. Dhe mirë këtë nuk e toleroj dot kjo unë, që unë nuk u futa këtu. Se ai ç'a përdor tash? Unë e dija para shumë që do futesha në big, nuk e kisha konfirmuar, dhe i kisha thënë ka një mundësi shumë të madhe që të jemi të dy. Po. Dhe duke ditur situatën që ne, ose më saktë, shoqërinë që kemi jashtë, do ishte shumë e volitshme për mua. Se kam shoka të brenda në fund ditës. Easy. Ke një njeri që e njeh. E kuptoj, ora kam një rob që të bëj dy para mua Po, në fund edhe sikur asgjë mos gelet, ja. E kupton, dhe ky tani kapet aty tim ke thënë mua. Por plak, unë edhe po të kishe ndodhur prapë me vetën time do vija, se do vjen me ty, se do të futem një banori vetëm. Crazy. Kjo është e gjitha. Ja. Dhe aq në delir është, që nuk e kupton që Rogerti, e di si do ta lëshojë edhe do ta sulmoj. Duket qartë. Duket qartë. Ai tani është fillikat vetëm. Edhe po e ndjen të mërshëm. E di si merr dhe djemu? Pse ma përmen emrin ti mu? Plak të shua seriozisht e këtë shumë? Pse ke emër? Do ta përmen sa e duhum? Si ta duhum? Si ta duhum të shumë? Që këma dhe? Ty ata njerëzit që neve kemi përshëndetur bashkë këte shpella do të përshtyn gjithë në surrat. Që da? Unë total me sa, po do maj rrallë gjithë. Si bjerë kokë, a i ka përgjërën kokës me grushta kur dalë me grushta. Me grushta. Do bëhet pishman si dreqë. Sepse prap, më thënë, a i delë sërish në spektakl, kryesor, me se li. Ja, still. Se s'ka qatë bërë. Akoma. Prandaj dhe unë nuk e kuptova kur më tha, po qa po ka për me situata më përpara, po kjo është e vetëmja situatë. S'ka tjetër, nuk ka tjetër. Kjo edhe me atë tjetërin. Sepse asnjë tjetër nuk e qasë. Asnjë tjetër si ashtu. Vetëm unë që jam këthy dhe mas asaj do ka betë shumë fort, të ta garantoj unë me jetë. Se ty punon, dhe kur erdi këtu fëtyr, unë nuk e humb këtë loj për ty, po ti nuk e humbur lojë më, ti ke humbur njerëz këtu brenda. Veten. Shtaj që ne po themi gjatë gjithë kohës mos humbësh veten. Unë këtu realisht dyshoj që po njoh një anë të atij njeriu që s'e kam njohur më përpara. A mendon që është edhe kështu me të vërtet? Nuk tash se e di si është puna. Mirë, se në tendenca të tilla për t'ia futur njerëzve. E kam të vështirë ta them, e di pse, sepse njerëzit që ne njohim dhe që kemi miq përbashkët nuk janë kështu më. Do është të se ka pasur situatë në tillë da tregojnë. Unë vlerat ati si djali nuk ja hedh poshtë. Dhe s'kam për t'ja hedh poshtë. Se unë ka pyetur, jam i poshtër, jo më vllasim, për sa kohë s'ke qenë. Je bërë tashi, po. Po. Je artist, je më vllasim, se ke 20 kusur vite karrierë. Ato s'ti merr njeri, po. E kupton, nuk kapun atë lloj pike. Po, arritjet. Bravo të qoftë, më valla. Je njeri i qeshur, është njeri i batutës, është. O shëndruar këtu, ose unë për njoh një anë që s'e kam njohur më përpara. Sepse kjo mua më mërzit me njerëz, dhe me shëndritin. Me shëndritin e hym bashkë, në shpellë. Dhe ishte, ne duhet jemi pozitiv, njësoj si ju vajzat. Duhet jemi pozitiv, po shqyr zotit thash për vëlla, ama se do keme këmë bëbët. Edhe Livja po ashtu në fillim fare. Kuro. Prit tani, qa ndodhi? Shëndriti, më thot, para prakisht, unë kam bif me brikjena, thot. Përshën, qa ishe? Thot, se më ka heq followerit, se unë e kam akuzuar për misin. Okej, në rregull. Hym shpellë në, bëjmë zgjedhjet tonë. Ndër zgjedhjet ishe Mateo. Tashi, brikjena me Mateo, në këtë dera. Çupi. Unë shive Shëndritin që shkonte aty briki. Okej, në rregull, për të marrë me të gjë. Briki. Në një moment më thot Livja, se dhe Livja dinte këtë bisedë. Thot, ta themi që, isha këtu, thot, se shpella i dhomësh. Edhe ka një mini obor të vogël edhe tualetin, kaq. E thëmë. Gjoha Shëndritin, po fisim Mateon dhe i thot Mateo, kam pas mendim tjetër për brikenën, e kam ndryshuar brenda ditës. As ditës më 10 orë. Shumë, ku di, leje, thashirë.
Se që s'më bën sens, thashun se ke bif me Robin, thashun është bif. E ke thënë ti me gojën tënde, s'ta kam Bif, thënë. po, të thuash ashtu, Është ja. bif, valla. S'është që okej, s'më pëlqen për këtë E arsye. kupton, ti po, thua kam ja. bif. Në darkë pasaj, kur është trim, po ikte Brikena dhe Mateo është këput, love you Briki, po dale që i thash tash i drejgje e mori, thash, Okej. i sekond, thash për djerë. Në të gjitha këto, ishin dhe këto mini gjërat e vogla që më bën të kuptoj që priti sekond se ky Robi këtu. Natën e parë, ndola piva i cigare, isha vetëm, dhe e kthem dhe ne ishim me shtroje, ishim kështu rrjesh. Dhe ishën gjithë me Mateo, dhe në gjithë me Mateo ishte ky. Dhe më thot Mateo, sa herë cigare e fike, se sa e fika, thashë. Po i ke lau, ma bën këtu. Komend pa lidhje, pa sens. Ka fshua gjuan një 10 sekonda, thash, dali herë ta menoj. Se mos t'ja marrë për të keq, duhet të ke parasysh të japësh the benefit of the doubt tjetër. E menova dhe pyet, thash, për plak, për çfarë kishe të thash? Batut ishe, thonë. Ku ishe batuta këtu, thash? Po batut dhe? Po dha, thash, ku ishe batuta? Më shpjego. Hec për ti, thash, se s'dërri. Se kalu me 5 minuta, thash, do vim pimi cigare ta sërëm, thash. Se ishte me tjerët edhe ke parasysh. Hik për se s'tjap vëmendje unë ty. Okej. Mirë është situata, ja. Një ndorë kjo. Mateo, nga s'monte mirin, për papuqet e Selin, ti do t'i marrësh herë papuqeve të Selinës. Qa janë këto muhabete? Prit të shi. Ti do t'i marrësh herë papuqeve të Selinës dhe unë kam thënë gjithmonë që miri s'ka ndjenja për Selinë. Unë kam thënë gjithmonë këtë. E ka përdor këtë gjë, sa i ka lujt fen. Po. E ka lujt rolin e viktimës dhe të dashurit. Sa i ka lujt fen. Po që ka ndjenja, të da thëmë punë që s'ka. Mendoj që një moment ka pasur. E ka bë. E ka bërë atë gjë. Këtë da thëmë, për këtë s'ka më silloj dyshimi. Interes. Ndjenja është fjalë e madhe. Ndjenja është shumë fjalë e madhe. Interes pa interes. Interes sepse i bëri... Ka pas interes, i konvenonte në ato momente. Ja kam thënë dhe Selinën sy tash mos na bëj kot tash unë. Kjo një dhe mendoj shumë mirë që ai ka ditur se sa i gjykuar do ishte nëse kjo gjë do ishte realisht ndjenjë, edhe në situatën që është. Dhe ç'a ndodh tash? Ky thot, miri thot pranoj, thot që ti e ke fetish, thot, ti mbash erë papuçeve të Selinës dhe kthehem kështu me ky thot. Kujt i thot? Mirit, ky, Shëndriti. Pranoj që ti e ke fetish,